Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Gjithë falënderime dhe lavdërimet e takojnë Allahut xhelle xhelaluhu. Vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet ja përcjellim të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Amin. Të dashur vëllezër, të gjithë të cilët jeni të buar sot këtu në këtë vorrim të nonës tonë, në të cilën me të vërtetë është momenti i fundit, na me të cilën ndahemi nga kjo non, nga kjo motor, që na lusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal ta ketë kapluar me mëshirën e gjerë të tij. Allahu xhelle xhelaluhu vorrin ta ketë zgjeruar nga dënimi i vorrit, Allahu xhelle xhelaluhu ta ketë mbrojtur dhe ta ketë shpëtuar. Allahu ne lusmi që Allahu xhelle xhelaluhu me Xhennetul Firdaus ta ketë graduar. Amin Allah. Se e dini o vëllezër me të vërtetë se kjo non ka qenë dhe e sprovuar, dhe kjo me vujtjet e saj ndoshta një jetë të gjatë të saj që e ka përcjellur dhe burrin e saj herët te Allahu xhelle xhelaluhu, e që është një breng shumë e madhe që Allahu xhelle xhelaluhu e sprovoi që kjo të i rrit 3 fëmijët e saj e të i edukon me islam. Dhe alhamdulillah që kjo vetë ka qenë mirënjohëse e Allahu xhelle xhelaluhu, duke ja kryer obligimet e tij, duke e ruajtur nderin e saj, e duke u munduar që fëmijët dhe pasardhësit e saj të i edukon në dinin e Allahu xhelle xhelaluhu, dhe vdiqe shkoi te Allahu xhelle xhelaluhu, doli nga kjo dunjë duke i lënë pasardhësit e saj në dinin dhe në fenë Allahu xhelle xhelaluhu. E me të vërtetë se për një shembull si kjo non nuk meriton ndoshta dhe të mbërziten, edhe pse padyshim se familjarët dhe fëmijët e saj ato pikëllohen, mirë po kur e din që është kaq e vlefshme me veprat e mëdha të saj, thuaj se nuk duhet edhe të pikëllohesh, se e din që inshallah shpresojmë që te Allahu xhelle xhelaluhu të gjenë më të mirën, dhe lusmi që Allahu xhelle xhelaluhu ta gradon me gradat e tij ashtu si gradon ai robërit e mirë. Për arsye se o vëllezër, na këtë dëshmojmë ashtu sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men athnaytum alayhi khayran wajabat lahu al-janna." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilin do që ju e livdëroni ato për mirë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij obligohet xheneti. E cilin do ju folni për to keq edhe sherr, për to tha i obligohet zjarri. Tha pejgamberi sallallahu duke e përsëritur 3 herë këtë lafz, duke thonë: "Antum shuhadaullahi fil ard." Tha ju jeni dëshmitarët e Allahut xhelle xhelaluhu në tokë. Na dëshmojmë për këtë motor që ka qenë e mirë dhe ka respektuar fenë e Allahut xhelle xhelaluhu dhe ka respektuar bashkëshortin e saj, dhe është munduar të edukon familjarët e saj dhe pasardhësit e saj. Dhe kjo po ashtu dhe një përgëzim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Ahmedi nga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-mar'atu idha sallat khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gruaja nëse i fal 5 kohët e saj, nëse ajo agjeron muajin e Ramazan, pra agjerimin e saj, nëse ajo ka respektuar burrin e saj, edhe nëse ka qenë që i ka ruajtur nderin e saj, i thuhet, tha pejgamberi sallam, një ditë: "Udkhuli min ayyi babil jannati shiti." Futun xhennetin e Allahut xhelle xhelaluhu nga cila do derë të duash ti. Dhe se me të vërtetë se na kështu dhe e njohim dhe kështu dhe e dim se ka qenë nga këto gratë e mira, e që na shpresojmë që Allahu xhelle xhelaluhu ta shpërblen me shpërblimet e mëdha dhe ta mëshiron. E na lusim që Allahu xhelle xhelaluhu këtë vorr tash këtu ta forcon, se me të vërtetë pikëllimi i njerit të vëllezër është se si do të kalon tash në këtë momentin ku kjo tash do të merret në pyetje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi që na të kërkojmë që Allahu xhelle xhelaluhu ta forcon se cilin që do të futet tash këtë momentin e vorr, tha për arsye se ai tash pyetet këtu. Na duhet që të bëjmë dua dhe obligimin e fundit ta kryjmë, që na të lutemi o Zot, forcoje në pyetjet e saj që ajo tash do të merret në pyetje, për arsye se ato të mirat të cilët i dim me të vërtetë janë si shembulltyr në këtë dunjë, dhe ajo e cila ka ngelur pas që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e la gjithashtu dhe përgëzim të tretë që e ceku për këtë non,
Pra është hadithi të cilën e transmeton Imam Muslimi nga Buhari radhiyallahu anhu, që tha se kur vdes biri Ademit, i ndërpriten të gjitha veprat përveç 3 gjërave, e njërin prej tyre tha waladun salihun yad'u lahu. Fëmija i hajrit i cili lutet për ta. Pra kjo kalon fëmijët e hajrit, të cilët inshallah shpresojmë që ato vazhdimisht të luten për ta, e që të Allahu xhel xelaluhu ajo ti takon të gjitha këto të mira, dhe një ashtu inshallah ta takon dhe bashkëshortin e saj. Dhe Allahu të jetë i kënaqur me ta, dhe Allahu xhel xelaluhu të gjithë të vdekurit Allahu të mëshiron. Pra lutim Allahu xhel xelaluhu që familjarëve Allahu xhel xelaluhu sabrin t'ju dhuron dhe shpërblimin t'ju zmadhon, dhe ju lajmëroj më vëllezër se pritja, sipas që thanë familjarët, do të jetë 5 ditë, apo? Do të thonë nga e nesër pra fillon 5 ditë, inshallah kush do të ketë mundësi pra në ngushëllime, Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft që ketë këtu dhe morët pjesë në këtë vërim. Allahu ju shpërbleft me të mira, alhamdulillahi rabbil alamin.